Këto janë pamjet live që ne jemi duke ndjekur në këto momente, pra në njërin krah të ekranit shikoni automjetet që po boshatisin bulevardin, në krahun tjetër shikoni ata njerëz të cilët mbetën të flagosur. Kam përshtypjen që ky është gazetari i huaj për cilin u fol gjërësisht, që gjithashtu mbeti i lënduar nga protesta e sotme. Është gazetar shqiptar. Apo është shqiptari ky? Po, Ola, në fakt pati... Se flitet që edhe një gazetar i huaj është lënduar sot në protestë prandaj. Pati edhe qytetar, po ka zëra, por ne ende nuk e kemi të konfirmuar qoftë nga ana e policisë apo edhe nga ana e spitalit, nëse kam përritur dhe ka marrë apo jo trajtim spitalor pra një gazetar i huaj, por ka pasur persona që kanë mbetur të lënduar edhe persona të cilët nuk ishin pjesë e kësaj proteste, por ishin qytetar të cilët ishin duke kaluar pra në rrugë. Ndërkohë që tashmë siç mund të shihet janë edhe furgonët e policisë të cilët po largohen, janë masa të shtuara të cilat u morën që në krye të herës dhe janë duke u larguar nga ambientet e parlamentit, ndërkohë që në vendngjarje do të vijojnë të qëndrojnë vetëm forcat e rendit që do të mbajnë të rrethuar pjesën e jashtme pra të parlamentit dhe një pjesë tjetër në hyrje në oborin hyrës mund të themi të kësaj godine. Për aq kohë sa pati incidente dhe tensione të shumta dhe hedhje të shumta të lëndëve piroteknike dhe jo vetëm në drejtim të godinës. E qartë. Faleminderit Gjensila për informacionet e përcjella në studio, ishte kolegja Gjensila Kodra, ndërkohë teksa ne komentojmë çka ndodhi sot në protestë në studio, i bëjmë një analizë asaj dhe flasim edhe për bilancin e protestës së tretë kombëtare të opozitës, her pas here në ekran shikojmë edhe pamjet tani të bulevardit Dëshmorët e Kombit, i cili siç edhe e pat, po edhe e përmenda është duke u boshatisur edhe nga automjetet që qëndronin deri në këto momente aty. Kam përshtypjen që edhe ky shëriti më vonë do të largohet nga policia, e cila e ka parë këtë sot si një sken krimi, ndërkohë që shumë persona kanë mbetur të plagosur, ndërta edhe deputet të Partisë Demokratike, të cilët po marrin mjekim në spital. Disi më rënd se të tjerët, për sa i përket lëndimeve, paraqitet gjendja shëndetësore e zotit Nallbati, për cilin ne pas pak do të kemi informacion, sepse do të komunikojmë jo vetëm me kolegun Osman Stafa, i cili për pak momente mbërrin atje, por edhe me deputeten Albana Vokshi që qëndron krah zotit Nallbati, ndërkohë që është nisur drejt spitalit ku ai po merr mjekim edhe vet zoti Berisha. Ndërkohë në ekran shikojmë edhe çka ndodhi sot gjatë protestës. Dhe po e nis me zotin Kikia për të komentuar çka ndodhi në protestë mandej, pasi të kemi grumbulluar dhe informacionin e nevojshëm për çka unë përmenda më lart, do të diskutojmë edhe për reagimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të cilin nisëm të flisnim pak me zotin Kulluri, por sigurisht këto zhvillime që lidhen drejt për drejt me protestën na larguan për pak minuta, sigurisht, por jo për gjatë gjithë mbrëmjes. Zoti Kikia, prisni të ndodhte kjo që ndodhi sot? Dhe si e vlerësoni ju protestën e tretë kombëtare të opozitës? Protesta ka dy pjesë, apo dy dimensione. Ka dimensionin politik, ka dimensionin e konfrontimit. Dimensioni politik, në fakt, nuk është se prodhon lajm sot, sepse në fund aty janë vetëm deklaratat që plus minus është një déjà vu, është një histori që përsëritet, thjesht ndrojnë personazhet, ftohen protagonistë të rinj, njerëz që vinë nga fusha të ndryshme, drejtues të rinj të Partisë Demokratike që në një farë mënyrë ajo tribuna është një lloj skene për t'i promovuar. Dhe është fjalimi i kryetarit të Partisë Demokratike që asnjëherë nuk sjell asgjë të re sepse është një përsëritje gjithçkaje që thuhet në mënyrë sistematike, vetëm gjë që mund të diferencojë është përpjekja e zotit Berisha për të përbashkuar elementin opozitarist spektrit politik, pasi dështoi tryeza që zoti Berisha ftoi me gjitha partitë opozitare dhe faktorë të tjerë që të përbashkonin energjitë, iniciativën e tyre në këtë aksion politik, dhe në kushtet kur në tratativa është vetëm afrimi me lëvizjen Shqipëria bëhet, që është gjithashtu në një protestë të vazhdueshme modeste para po që u largua kur nisi protesta e opozitës dhe u rikthye kur ajo mbaroi? Do ta zbulojmë se do të komunikojmë dhe me Lavën pas pak. Sepse ende nuk është arritur
ajo marrëveshja me disa 3-4 le të themi kushte që Lapaj nuk i ka qujtë kushte, po thjesht çështje që duhen diskutuar puna flamurit dhe puna e leadershipit. Gjithsesi, Berisha nuk bëri sot një ftesë, në një farë mënyre ai u tregua i përullur duke u kërkuar të gjithëve të bashkohen, duke thënë që dikur u bashkuan sovjetikët dhe amerikanët kundër Hitlerit, i sqaroi që përbashkimi me Partinë Demokratike nuk është thjesht futja në sjetëll, nuk humbi identiteti ideologjik dhe në ditët e sotme? Për shembull i sjell nga zoti Berisha vlen? Po tani nëse të gjitha partitë ka një kauzë primare që është rrëzimi i qeverisë dhe caktimi i qeveria kujdestare për zgjedhjet, normalisht që vlen edhe pse krahasimi është shumë larg. Gjithsesi thash Berisha u përpoq t'i sqaroj partitë e vogla që nuk humbasin identitetin e tyre, të bëjmë qeverinë kujdestare për zgjedhjet, të bëjmë reformat politike etj. Dhe pastaj në momentin që vinë zgjedhjet, secila parti rikthehen identitetin e vet, bëj fushatën e vet, fitoj, duke i thënë madje që me këto numra që keni marrë, po të ishim ndryshe, do kishim përbërje tjetër në parlament, do ketë përfaqësime të mëdha kështu me radhë. Pra kjo ishte risia në raport me protestat e tjera. Pastaj pjesa tjetër e përplasjes së dhunës ishte prisja një gjë më të ullët, sepse tonet u duken që para kryeministrisë nuk ishte i agresiviteti i 24 janarit, më herët edhe Partia Demokratike vetë zoti Berisha kishin deklaruar që do të jetë një protestë paqësore, do të jetë një rebelim paqësor, do të jetë një revolt paqësore, edhe pse unë nuk e kuptoj. Rebelim paqësor nuk ka, ku ka konflikt në artikulim. Po ka lajësitë në objekt. Berisha kishte deklaruar që ne nuk pretendojmë të marrim pushtet me forcë. Ne duam... Fal, po revolt popullore, çfarë nuk kupton? Kryengritje, çfarë nuk kupton? Përtej apo thjesht ata po bëhen gati deklarua që të dhe ndodhin përtej fillimit të atij konflikti përpara kryeministrisë, mendova që u la me aj duke referuar këtyre deklaratave, por konfrontimi pastaj para parlamentit e çoi pak a shumë në situatën e protestës së 24 janarit. Ola, do eq një sekund vetëm gjaketën e analistit, do veç gjaketën e pedagogut, të historisë mendimin politik. Atëja që t'jemi qartë për një gjë. Në traditën liberale dhe konservatore, të mendimit dhe të veprimit politik, që nga prerja kokës mbretit në Angli, dhe të revolucioni Amerikan, kur prishet kontrata nga qeveria, populli ka drejtë të rebelohet. Askush nuk ka dyshim që kjo qeveri e ka prishur kontratën me qytetarët, totalisht, atë kontratë 2013, kontratën kushtetuese po doni ju, çdo kontratë. Ka vetëm një problem. Populli ka të drejtë të rebelohet, po nëse ti më del me 3-4 mijë militantë, të lutem, se këtu është gjithë thelbi problemi, mendoj unë. Dhe ti këta ishet për popull, pra nuk e ata 70.000 që kishte të Nanoik në 2004, nuk e ata që kishte Rama në 20 janar, dhe prap nuk e doli asnjëra palë ta merrte pushtetin nga sheshi, ti ke dështuar në objektivin tënd, sepse flasim për popullin. Nëse ti merr shumicën e Tiranës, vinë njerëzit vetë në mënyrë vullnetare, me makina, me autobuza, nisen për të rrëzuar qeverinë, këtu e legjitim, jo Molotov të edhësh, po të edhësh dhe që tjetër.